çfarë pëlqen më shumë të bësh gjatë asaj të premte tënde të bekuar? Dëgjoj, nuk bëj shumë trajtime, nuk abuzoj shumë me trajtimet, të drejtën, ta thash masazhin, bëj skin boostera, bëj edhe disa lazere i kam provuar, po dëgjoj, unë i provoj dhe pastaj heq dorë. Nga këto lloj trajtimesh. E di pse heq dorë, sepse ka disa lazera, të cilat janë sigurisht teknologjia e fundit, ne nuk ja dim mende efektet e plota që ato kanë. Janë pak a shumë si puna Ozempikut, që ti nuk i di efektet anësore. Por çfarë kanë vënë? Që të heqin pak teksturën e lëkurës. Pra, mua më pëlqen t'i kem mollzat siç i kam, pra jo të kurrem, nuk e kam të nevojshme, as të heq mas në lëkurën time. Më kupton, dhe kam hequr dorë nga këto lazera, dhe pse i kam provuar edhe unë. Dhe bëj trajtime minimaliste. Më shumë mirëmbajtje. Pra nuk dua të bëj trajtime nga ato që pastaj dhe të tjetërsojnë. Të më bëjnë të dukem një njeri tjetër apo e ngjashme me shumicën e njerëzve që janë në treg. Ky podcast është prodhim i Onovos.